Sot bëhet hapja zyrtarisht e sezonit të skimit në Kodrën e Diellit. Këtë vit, edhe pse me vonesë na erdhi bora në qendrën e skijimit, sot është bërë hapja, do me thonë me skiashensorët të gjithë janë në lëvizje për vetëm Ceripashines e cila është për momentin ka erra të forta, presim që moti të stabilizohet dhe edhe ajo të jetë në funksion. Kemi vizitor mjaftueshëm, por si jemi munduar gjërat teknike të i rregullojmë pasi që kemi gjetur në një gjendje shumë katastrofale para një viti. Tani do me thonë me shenja udhëzimi, me sigurime, me kërë servis të ashensorve, ato që janë të patjetërsueshme, mendoj se i kemi rregull, kemi toalete të reja, kemi gjërat që janë të nevojshme për moment. Apel special për vizitorët, pasi që fluksi është i madh, të kenë kujdes derisa të ngjiten lart, fluksi është shumë i madh nga vizitorët, edhe për vozitësit e moçikletave të mos hinë nëpër stazat e skimit.